Të dashur miq, unë kam bërë mjaft fushata në Shqipëri, kam dëgjuar, kam parë. Por, që të krahasosh punën e qeverisë së Albin Kurtit, duke çliruar veriun me sundimin e ligjit CPMC 16%, duke përzënë serbët që i kemi 48 baza rrethuar, që Vučići thot nuk e njoh Kosovën, dhe opozita me listën serbe e quajnë çlirimin e veriut sikur Miloševići në Kosovë. A imagjinohet kjo? Kaq të paguar dhe të shitur janë këta tradhtar sa kërkojnë vota duke menduar se dardanët do të gënjehen se Albin Kurti është i barabartë me Miloševićin. O truthar, ju jeni tradhtar me zë me figurë. Fatkeqësisht më vjen turp që ju lexoj dhe ju shikoj, po më duhet të informohem se dhe duhet të kuptoj në çfarë marrëzie keni rënë. Dasht Zoti në ëndra, heronjt ju kërkojnë llogari, dhe ata fëmijë të zhdukur, ato nënat përdhurnuara, ju bëjnë fantazma në gjumë, se ndryshe me ju nuk është punë.